ndonjë këshill thot si ta rikthejmë kënaqësinë e imanit, si ta ndjejmë përsëri kënaqësinë e adhurimit. Thot një fjalë urtë islame, thot o Zot, ma jep imanin e fillestarit ose imanin e dietarit. E që kjo po t'jep ty me kuptu se fillestari e ka imanin nivel për nimet të lartë. E për me majt imanin nivel të lartë, pastaj duhet një kusht. Ajo është me shtu dijen. Sepse ose fillestari ka ndjen të mirë të imanit, ose dietari. Dietari përmes dijes. Kurse fillestari për arsye se në fillim e merr me eufori, me shumë gëzim, me shumë vullnet, pastaj shkon të normalizu kjo gjë. Për këtë arsye, për me majt nivelin e kënaqësisë së imanit, duhet me fillu me lexu. Shkurt, ktheju leximet, merr dije, rri me dietar edhe ngoj dietarët.